Ndërkombëtar, refuzimi I tij për të shkuar të jap një dëshmi si dëshmitar. Po, në vetvete deklaratat e tij janë kundërthënëse përderisa, domethënë ai nuk ka dashur që të bëhet lajm ndërkombëtar duke hyrë për objektin e prokurorisë, ai është bërë lajm ndërkombëtar për shkak se nuk ka hyrë në objektin e prokurorisë. Në anën tjetër ka shumë kundërthënie në deklarimet e tij se përderisa ai nuk I përgjigjet prokurorisë, ndërkohë që I bën thirrjen vazhdimisht në çdo diskutim që e bën me partnerët ndërkombëtar, thotë që Serbia duhet ta dorëzojë Radojçitin te organet e drejtësisë së Kosovës, ndërkohë që cila është logjika që Radojçici I përgjigjet organeve të drejtësisë të Republikës Kosovës, ndërkohë që një ndër dy personat kryesor të vendit mos I përgjigjen kërkesës së prokurorisë. Kështu që ka për mua është një veprim jashtëzakonisht I keq, një model jashtëzakonisht I keq, sidomos nga një kryer I shtetit I cili thjesht I jep një model edhe të tjerëve se si duhet vepruar me institucionet të cilat janë ndërtuar me shumë mund edhe normalisht që performanca e tyre ka hapësirë shumë për të përmirësuar në shumë aspekte, mirë, po këto janë institucionet tona, këto janë që I kemi ndërtuar ne dhe duhet I respektojmë ato. Po, e përmendet Radojçicin dhe pikërisht për Serbinë foli edhe kryeministri Kurti gjatë javës së kaluar në një fjalim gjatë manifestimit për epopejën e UÇK-s dhe tha se rrezikun e një agresioni të hapur ushtarak e kemi shumë afër duke